Çfarë bësh, çështën e tij. Pas të rrëqesuaj presidenciale, disa nga bashkëpunëtorët tuaj më të ngushtë si Agim Sheu apo Bashkim Gazetete u larguan nga Shqipëria. Çfarë i tremb tek ata njerëz që ju dhe nuk ju tremb? Çfarë akuza mund binin mbi ta, të cilat nuk ka pse bien mbi ju? Tani pse u largu? Unë përkas atyre njerëzve që s'konceptoj kur largimin nga vendimi. Pse largohen të tjerë, ata në vendime personale të tjera. Unë nuk mund të konceptoj se që ata që qeverisin duhet largohen nga vendi. Ja. Edhe pa qeverisë nuk duhet largohesh nga vendi. Për mendimin tim, nëse unë s'kam edhe njërë, unë respektoj edhe ata vendimin atyre që marrin, por kjo është një çështje e zgjidhur, unë e kam të shumë të... Atëherë Agim Sheu dhe Bashkim Gazetete nga se kanë pasur frikë? Kur e do kaq shumë vendin, duhet të kesh shumë frikë që ikën. Tani këtu po flet me Sali Berishën. Kuptoj. Ju nuk dini asgjë për bashkëpunëtorët tuaj. Nuk mund të flisni. Shiko, e para punës njërë t'jeni e sigurt që unë asnjëriu nuk mund të mendoj të them që të largohet nga Shqipëria. Ja, unë kam qenë në diktaturë, kur këtë vende kam dashur edhe në diktaturë, unë s'mund të konceptoj se mund të largohem.